Punojmë këtu prej 4 ditësh nga data 20 deri 24, një koloni e mrekullueshme organizuar nga dashamirësi i artit Det Maluta. Është në planet e tia për ta pasur Shqipërinë të Lajo, është thjesht në fillimin e rrugtimit, jemi në koloninë e 4 dhe një koloni tejet mbërëslënse sepse vetë relievi i bogës, i thethit, i gjithë rrethinave këtu, i Alpeve tona, është i mrekullueshëm. Kemi qenë në prezencën e turistëve të huaj kurështar për çfarë po bënin. Kemi qenë kurështar për veprat e njëri tjetrit dhe realizimet e kësaj ekspozite janë të mahnitshme sepse vetë relievi i këtyre zonave i Alpeve ka qenë aq imponues që secilin në lajën e tij të sjellë rezultat mjaft të mbërëslënës për secilin dhe për vetë ardashësit. Kemi lëvizur nga Lezhë, nga lagunat e Lezhës dhe kemi dalur këtu në Theth dhe në Bogë për të shtektuar në pranverën e Dumre. Të gjithë piktorët kanë pasur një angazhim maksimal, janë peizazhistët, janë më të mirë në qarkullim që i ka Shqipëria dhe është fat që ne i kemi pasur këtu në këtë koloni, janë përgjigjur më njëherë thirrjes dhe ftesës së ftuesit, që ka dëshmojnë për seriozitetin e ftuesit të kësaj kolonie, por dhe të vlerësimit të vetë piktorëve për organizatorin. Është një rezultat artistik i mrekullueshëm, është një pjesë që do mbetet në Arkivin e Artit Shqiptar që në vitin 2025 një grup artistësh e eksploruan të vend me shumë dashamirësi dhe me shumë kualitet në veprat e tyre. E veçanta e kësaj kolonie ishte vjeshta. Ne e synuam vjeshtën, erdhëm pikërisht në këtë moment, fatmirësisht kishim ardhur në kulmin e saj dhe vjeshta e Thethit, vjeshta e Bogës, përmendur pastaj Valbonën dhe Lepushen, janë asete kombëtare të mrekullueshme për t'i eksploruar, pale pastaj për t'i pikturuar. Ne patim fat që e gjetëm vjeshtën në kulmin e saj, pra ne synuam vjeshtën në Alpe.